Po këta smëndim se nasion e meritojnë një mësim të mirë. Unë e di se do shkojnë gjërat, po më intrigon ajo pjesa gallatës, e kupton se e di që këto kanë për të shkuar në ekstreme, vetëm tu shkel do eci përpara. Po nuk është shumë. Nuk është shumë, se shkatron veten. Ka pjesa për shtrimet. Bësh kurban për kriminalin. Shko vetë si ciapi ke kasapi, të bëhesh ti kurban që një njeri pa moral, pa vlera, pa karakter, të përfitojt këtë pushtet. Mbi vujtjen të atë, mbi korruptojnë shpirtin atyre. Korruptojnë veten, karakterin. S'reagojnë për reagime. Dhe prandaj është Shqipëria bloz. Ana shoqërore. Tumllas me njerëz që nuk kanë kurajon, që thonë jo patricisë. I nënshtrohen patricisë, shkojnë mu vetë me dëshirën e tyre, mu ke këmbët poshtë këmbëve të dhunusit, t'i shkeli, t'i shtypi edhe më shumë. Prandaj janë gjërat siç janë. Dhe prandaj janë moralisht të kalbur njerëzit në Shqipëri.